Ish kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar se zgjedhjet eventuale nuk duhet të konsiderohen si një rrezik për vendin, por si një alternativë e mundshme në rast të dështimit të konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Në një prononcim për mediat, Mustafa theksoi se përgjegjësia për tejkalimin e krizës aktuale bie mbi të gjitha partitë politike, të cilat duhet të tregojnë maturi dhe gatishmëri për të ulur në dialog. Zgjedhjet i shoh si alternativë, jo si rrezik. Rreziku i takon partive politike, të cilat duhet të maten mirë para se të marrin vendime. Megjithatë, ka hapësirë që subjektet politike të ulen bashkërisht dhe të ofrojnë një zgjidhje për vendin. Duhet të hiqet dorë nga deklaratat që e pamundsojnë bashkëpunimin, u shpreh Mustafa. Ish kreu i LDK-s rikujtoi se edhe në të kaluarën, ndonse partitë nuk kishin pajtuar gjithmonë ndërmjet veti, kishin arritur më vonë të krijonin hapësira për dialog dhe të gjenin zgjidhje të përbashkëta, pavarësisht rezultatit final të zgjedhjeve. Sipas tij, vendosmëria për komunikim dhe gatishmëria për të lënë anash ndasit politike janë çelësi për kapërcimin e krizës aktuale. Mustafa vlerësoi mëtej se në situatën ku ndodhemi, asnjë parti nuk mund të konsiderohet as në pozitë dhe as në opozitë, duke shtuar se shanset për formimin e një qeverie të re janë përafërsisht të barabarta për të gjitha subjektet. Në këtë situatë asnjë parti nuk është në pozitë dhe as në opozitë, shanset për ta bërë qeverinë kanë përafërsisht të njëjta. Hezitimin e kam pashtu përafërsisht të njëjtë, theksoi ai. Sipas Mustafës, vazhdimi i krizës politike nuk do të sillte përfitime për asnjë prej subjekteve politike, ndërsa dëmton të ardhmen e vendit dhe qytetarëve të Kosovës. Nuk shoh përfitime të askujt nga kjo situatë kaotike, s'mund të përfitojë asnjë parti nëse vendi dëmtohet, theksoi Mustafa. Ish kryeministri i Kosovës ka kritikuar edhe kryetarin e vetvendosjes Albin Kurti, duke akuzuar atë për mos përputhje mes fjalëve dhe veprimeve. Në intervistën për Klan Kosova, Mustafa tha se Kurti, i cili dikur kritikonte bllokadat të tilla, sot po i përsërit ato veprime që veti kishte kundërshtuar. Albin Kurti, në kuptimin e plotë të fjalës, po del të jetë negocion i vetvetes. Ai po bën çdo gjë të cilën e ka sulmuar dhe kritikuar, por jashtë këtij vlerësimi takon të informoj qytetarët dhe votuesit e tij të shumt se cila është zgjidhja që ai i ofron Kosovës. Liderit e takon të marrë vendime dhe t'i bëjë publike ato, të marrë edhe riskun e vendimeve të tij, tha Mustafa. Këto deklarata të ish kreut të LDK-s vijnë në një kohë kur Kuvendi i Kosovës ka dështuar për herë të shtatë të konstituohet, ndërsa partitë politike vazhdojnë të mbeten të ndara për zgjedhjen e kryeparlamentarit dhe krijimin e institucioneve të reja. Kjo situatë ka rritur spekulimet për mundësinë e shkuarjes së vendit në zgjedhje të reja, një skenar të cilin Mustafa e sheh si zgjidhje të mundshme nëse dështojnë të gjitha përpjekjet për një marrëveshje politike. Në përfundim, Mustafa bëri thirrje që liderët politik të veprojnë me përgjegjësi dhe të vendosin interesat e shtetit dhe të qytetarëve mbi interesat partijake, duke ofruar zgjidhje për dalje nga bllokada aktuale.